E vëllezërit e mi falemi për dashurinë e madhe që e kemi për Allahun. Nuk është lehtë të zgjohesh në sabah vallahi për tu falë në xhami. Nuk është lehtë që një muaj Ramazan të abstenosh nga ushqimi dhe pija, po kur është dashuria për Allahun nuk pyet robi. Nuk është lehtë që njeriu të nxjerrën diçka prej asaj pasurie që me djersët e ballit e fitoi atë, kur është çështja për rrugën e Allahu xhelle xhelalu, për dashuria për Allahun e bën një gjë të tillë. O ju robër të Allahut, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot se ka thënë Allahu xhallahu ala në hadithin kudësi: o biri Ademit, gjithçka e kam krijuar për ty. Pra qijet edhe tokën, o biri Ademit, i kam nënshtruar për ty dhe janë në shërbimin tënd. Kurse ty të kam krijuar për veten time, Allahu Ekber. Kurse ty, o biri Ademit, të kam krijuar për veten time, andaj mos u preokupo me atë që e kam krijuar për ty, dhe ta harosh qëllimin se unë të kam krijuar për veten time. Për aty, o insan, ke ardhur në këtë dunja për një qëllim shumë madhor dhe fisnik. Zoti i Madh te bareke ve teala të krijoi ty ekskluziv për atë dhe dëshiron që zemra yte të mbushet me dashuri dhe adhurim vetëm për atë. Ai Zoti i Madh xhallahu ala në Kur'an, kur na i përshkruan cilësitë e besimtarëve, thotë se për cilësive të tyre është dashuria e madhe për Allahun xhelle xhelalu. Dhe pasha Allahu xhallahu ala, në qoftë se ju dashuri do të shndroheshte në dritë dhe në zjarr, do ta diçte qiellin edhe tokën dashuria e madhe që gjendet në zemrën e robit për Allahun xhallahu ala. E vëllezërit e mi falemi për dashurinë e madhe që e kemi për Allahun. Nuk është lehtë të zgjohesh në sabah vallahi për tu falë në xhami. Nuk është lehtë që një muaj Ramazan të abstenosh nga ushqimi dhe pija, po kur është dashuria për Allahun nuk pyet robi. Nuk është lehtë që njeriu të nxjerrën diçka prej asaj pasurie që me djersët e ballit e fitoi atë, kur është çështja për rrugën e Allahu xhelle xhelalu, për dashuria për Allahun e bën një gjë të tillë. Nuk është lehtë që njeriu të merr rrugëtimin e tij në haxh, në vendin e cila është tokë jo pjellore, atje ka vetëm male dhe gur, por dashuria për Allahun xhallahu ala nuk njeh edhe 5000 kilometra, kur është vetëm për Allahun e Madh xhallahu ala. O ju robër të Allahut, Allahu xhallahu ala thot në Kur'an: "Walladhina amanu ashaddu hubban lillah", dhe ata që besojnë, ata kanë dashuri marramendëse për Allahun xhelle xhelalu, janë në gjendje që të sakrifikojnë vetet e tyre për të dashurinë e tyre Allahun, janë në gjendje që të sakrifikojnë pasurinë e tyre për të dashurinë e tyre Allahun xhallahu ala. Në jetin tjetër, Allahu xhelle xhelalu po na i përshkruan lidhjen dhe marrëveshjen madhore që është mes robit dhe Allahu xhallahu ala, dhe thot: "Yuhibbuhum wa yuhibbune", Allahu i don ata dhe ata e duan Allahun. La ilaha illallah. Sa e bukur është që Allahu të don ty dhe ty ta duash Allahun xhallahu ala. Çfarë dashurie, çfarë lidhje, çfarë marrëveshje, çfarë kontratje, çfarë akti është kjo dashuri mes krijuesit dhe krijesave të tij. Pra besimtarët e robërit që e duan Allahun xhallahu ala. Vëllezër, Allahu ju roj dhe ju mëshiroft. Sot në këtë hutbë të xumës, vallahu ju i dëshiron që në mënyrë praktike ta demonstron dashurinë e robit për Allahun xhallahu ala. Po kush e ka përshkruajt praktikisht dhe e ka demonstruar dashurinë për Allahun më mirë se pejgamberët e Zotit alayhimu salatu wassalam? Ja ku ishte Nuhi alayhi salam. Për plot 950 vite, natën edhe ditën, fshehurazi dhe haptazi, nuk u ndal që ta thërret popullin e tij në besim në Allahun xhallahu ala. Edhe pse populli i tij ja ktheu shpinën atij, edhe pse populli i tij nuk deshte që ta dëgjon atë, edhe pse pleqte atij populli e leni në testamente dhe në vasijete që mos e ndiqni dhe mos e pasoni Nuhin alayhi salam, edhe pse ai Nuh për plot 950 vite ja bëri me dije popullit të tij se unë nuk du prej ju as shpërblim dhe as falënderim. In ajriya illa ala Allah. Shpërblimi dhe sevapi im është vetëm tek Allahu te bareke ve teala. Më trego, o vëllahu im, se çka e mbajti Nuhin alayhi salam për 950 vite, që një ditë mos lëkundën nga rruga e Allahu xhallahu ala, pos dashuria e madhe që e kishte për Allahun të madh te bareke ve teala. Sa që edhe në momentet e fundit të jetës i tuboi djemtë e tij dhe u tha atyre: po valane emanet Allahun, po valane emanet shahadetin la ilaha illallah. Aman mërnuh, edhe në këto momente të fundit nuk të shuaj dashuria për Allahun
Allahun xhelle xhelalu. O ju vëllezërit e mi, nuk u ndal një ditë Nuhi alayhi salam nga thirrja në fenë e Allahut, sa ai e dinte se unë jam shërbëtori i Zotit xhallahu ala, unë jam shërbëtori atij që e dua shumë dhe sakrifikoj për të gjithçka. Ej vëllezërit e mi, ja ku ishte Ibrahimi alayhi salatu wassalam, Khalilur Rahman, miku dhe dashamiri i Allahu xhelle xhelalu. E që kur populli i tij për me ditë me radh, me javë me radh, edhe me muaj të plot, e ndozën zjarin që ta djegin Ibrahimin, vetëm se Ibrahimi e deshte Allahun xhallahu ala dhe nuk e deshte askën tjetër posa ati. Në momentin kur e gjuajti populli i tij në zjarr, i erdhi Xhibrili alayhi salam dhe i tha: "O Ibrahim, a ke nevojë për ndihmën time? O Ibrahim, a ke nevojë për shoqërinë time?" Ibrahimi alayhi salatu wassalam tha: "Emma minka fala, emma min Allahi fa na'am." Tha: "Nuk kam nevojë për ndihmën tënde, kam nevojë për ndihmën e dashamirit tim Allahu xhelle xhelalu." Dhe tha: "Hasbi Allahu wa ni'mal wakil." Më mjafton Allahu, ai është mbrojtësi im më i mirë. O ju vëllezërit e mi, Allahu ju ruaj dhe ju mëshiroft. Ja ku ishte Musa alayhi salatu wassalam, e që prej dashurisë të madhe që e kishte për Allahun xhallahu ala, Allahu e përzgjodhi atë që të jetë njeriu i vetëm që i ka fol Allahu për gjatë gjithë historisë njerëzore pa perde, pra i ka fol Allahu xhallahu ala direkt. Ditën e parë kur u takua me Allahun xhelle xhelalu dhe dëgjoi zanin e bukur të Allahu subhane, aq shumë u dashuru Musa për Allahu xhelle xhelalu, sa që i tha Allahu azza wa jall: "Ya Rabbi, biseda me ty është shumë e këndshme, biseda me ty është shumë e shijshme." Ej vallahi, biseda me Allahun është shumë e këndshme. Pasha Allahun, biseda me Allahun xhallahu ala është shumë e shijshme. Luma njeri i cili në një natë prej netëve çohet në namaz dhe bie në sejdë, fillon të lutet pasi që tha subhana rabbil a'la, pastaj t'ia shfaqen Allahu xhallahu ala dashurinë që e ka për atë, derisa të vjen një moment, o ju vëllezërit e mi, mes nesh dhe Allahut është vetëm një perde. Nëse nxjerrën atë do ta shohim Allahun xhelle xhelalu. Allahu subhanahu wa ta'ala i shpalli Musës dhe i tha: "Wa aqimi salata li dhikri." O Musa, qohu në namaz, se ati do të më gjejsh mua. Ej robër të Allahut, Musa alayhi salatu wassalam aq shumë u dashuru për Allahun xhallahu ala, sa që në një ditë prej ditëve ja kërkoi Allahu xhallahu ala një kërkesë që ai e dinte që ajo nuk realizohet në dunja. Allah ja kërkoi Allahu xhelle xhelalu një kërkesë që e dinte që nuk realizohet në dunja. E ju lutë Allahu xhallahu ala që t'ja mundson ta sheh. Aq shumë e deshti Allahu xhallahu ala, sa që ma erë një moment tha: "Rabbi arini anzur ilejk." O Allah, ma mundson të shoh. O Allah, ma mundson të shoh. Edhe pse ishte pejgamberi i Allahut, e dinte që Allahu nuk shihet në dunja. Andaj dhe Allahu xhallahu ala i shpalli: "Qala lan tarani, walakin unzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani." Falamma tajalla rabbuhu lil-jabal ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. فلما فاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المسلمين. Allahu xhallahu ala i shpalli dhe i tha: "Musa, po ti e di se në dunja nuk mund të më shohish. Ata i ktheu dhe shihe malin, e qofse mali qëndron në vendin e tij, do të më shohish." Në momentin që u shfaq Allahu i madh tek malet, u shpartalluan malet dhe u bën hije pluhur. Atëherë Musa si ra të fikët dhe pasi që u kthjell i tha: "I lartësuar qofsh Allahun, shumë të du ty, unë kërkoj që ti je muslimani i parë." O ju vëllezërit e mi, ja ku ishte Muhamedi salawatu rabbi wa salamu alej, e që nuk njeh pasha Allahun historia e njerëzimit nga Ademi deri tek i fundit, njeri që e deshti Allahun xhelle xhelalu si Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Atë ditë, ju vëllezërit e mi, kur populli i Mekës e nxori pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga Mekja, jo për diçka, vetëm që ai thret ata në besimin e Allahut xhallahu ala, shkoi tek populli i Taifit për të shtrit dorën, ndoshta populli i Taifit ta pranon shahadetin, por ata e gurzuan, i gjuajtën me gur pejgamberin e Zotit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj nxorën fëmijë dhe njerëzit më të çthurur nga mesi i tyre që ta gurzojnë pejgamberin e Allahut. Dhe derisa ishte duke u kthy nga rruga e Taifit për në Mekë, ndër të tjera tha: "Ya Rabbi, in lam yakun bika ghadabun alayya fala ubali." O Zot, në qoftë se ty nuk je i hidhëruar me mua, unë nuk mbërzitem çka thon këto për mua. Më nxori populli i Mekës nga Mekja mbas moshës 53 vjeçare, por ja Rabbi,
Ti në qoftë se je i kënaqur me mua, ti e dashamirim, unë ti të dua. Unë për ty jam duke bë gjithë këtë. Unë nuk e kam gajle çka thon këto njerëz. Ghayra an afiyataka hiya awsa'u li, por falja yt është më e madhe për mua. O ju vëllezërit e mi, çoheshte natën dhe faleshte aq gjatë sa që afërsisht dietarët thonë nëse matet me kohë, me sahat 5 orë natën çoheshte faleshte për Allah. Nuk i vërente se këmbët i anjeshin në namaz, sa që nëna e besimtarëve i tha ja Rasulullah, këmbët anjen. O i dërguari Allah, më shiroje veten, jën duke tu anj këmbët. Tha i nëna e besimtarëve, nuk dëshiroj që të jem rob falemderues. Dhe kur erdhi momenti i fundit i jetës së vëllezërit e mi, erdhi Xhibrili dhe i tha o Muhammed, a dëshiron të jetosh deri në fundin e zamanit, apo të shkosh tek Allahu xhallahu ala? Dhe në moment tha, dëshiroj të shkoj tek Allahu xhallahu ala. Ka marr malli për Allahun. Aisha radhiyallahu anha tha, kur e dëgjova këtë e kuptova se e ka përzgjedh takimin me Allahun dhe nuk dëshiron të jeton me ne. E përzgjodhi takimin me Allahu xhallahu ala nga se jetoi me Allahun subhanahu wa taala. Ej vëllezërit e mi, dashuria për nanën është shumë e madhe, është e këndshme, është e shijshme. Njeriu kur jeton afër nanës së tij ndjen një lloj qetësie dhe rehatie. Dashuria për babën është po e tillë, dashuria për familjen, për fëmijët dhe ngjashme si ajo. Po imagjinoni më vëllezërit e mi, o ju njerëz, Allah ju mëshirov. Si është dashuria për Allahun, si është afërsia me Allahun, si është ndjeja kur njeriu është me Allahun xhalla xhelalu. O Zoti im i madh, bona prej tyre që të jemi afër teje, ja Rabbel Alamin. O i madhi Allah, na i ruaj shkëndijën e imanit dhe besimin në zemrat tona, që vetëm ty të ta adhurojmë dhe si e ti vetëm ty të përgjërojmë dhe të dashurojmë. Alhamdulillah. Të tillë ju vëllezërit e mi ishin edhe shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Vjen Abu Bekri radhiyallahu anhu tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ja vendosën para duarve të dërguarit Allahu gjithë pasurinë e tij. Sa që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, po çka i la familjes? Tha, o Abu Bekr, tha, ja lash Allahun, son këtë punë bëj për Allah, dhe ja lash pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ngjarje nga historia njerëzore deri tek të parët tonë, ju vëllezërit e mi, çka kanë njeh me baballgjishërit tonë, veçanërisht hoxhallarët në kohën e komunizmit, nga 30 vite janë burgos në për burgjet e komunizmit, vetëm se shqiptoni shahadetin la ilaha illallah. Por esenca gjithë kësaj, ju vëllezërit e mi, është që ne t'i kthehemi Allahu xhallahu ala, ta njohim Allahun me emrat e bukur dhe cilësitë e larta. Nëse robi vetëm e njeh emrin e Allahut kujdestari, se si ai kujdeset për ne, kujdeset për shëndetin ton, për imanin ton, për familjarët ton. Imagjinoni nëse ne meditojmë në emrin e Allahut falemderues dhe mirënjohës, në emrin e Allahut mëshirues i mëshirbërës, bujari, fisniku, s'ka bujar si bujaria e Zotit xhallahu ala. Të gjitha emrat e Allahut ngjallin në zemrën e njeriu dashurin për Allahun subhanahu wa taala. Andaj thonte dikush prej të parëve ton, ai ishte Ibrahim ibn Ethemi, thonte me të vërtet ndonjëherë ndodhen që na kalojnë disa momente të kënaqësisë në afërsi me Allahun xhallahu ala, saqë them, në qoftë se banorët e xhenetit jenë në këtë mirësi, me të vërtet ata janë në një mirësi të madhe. Andaj gjithashtu Hasan el Basri radhiyallahu taala anhu tha, të ngratë janë banorët e dunjas, që lindën dhe vdiqën, hynë edhe dolën nga jeta e kësaj dunjaje dhe nuk e shijuan më të mirën e asaj. E kur e pyetën e cila është më e mira, asaj tha dashuria ndaj Zotit xhallahu ala. Vllazërit e mi, jeta me Allahun është e këndshme. Jeta me Allahun xhallahu ala është e shijshme. Mirë, mjafton që një hap ta bëjmë drejt Allahut xhallahu ala dhe Allahu të na vjen ne me vrap subhanahu wa taala, sa ishi mëshirshëm, mëshirbërës, me falje dhe mëshirën e tij. Pra vallahu im, që nga kjo hutbe e xumas vendos për ta bërë një hap drejt Allahu xhallahu ala, vendos që ta bësh një hap drejt atij që të ka kriju, drejt atij që të ka furnizu, drejt atij që nuk të ka bërë të mira dikush në jetë, që ditën kur ke qenë në barkun e nënës, se ai subhanahu wa taala dhe ai është i cili ende të mban në jetë me frymëmadje, me mirësi, me dhurata, me begati. Ty dhe familjarët tënë deri ditën kur ta takosh Allahun subhanahu wa taala. E atë ditë lumë për ata njerëz që kur ta takojnë Allahun, ta takojnë me dashuri për ata. Edhe në qoftë se do t'i shkojmë Allahut nesër në ditën e Kiametit me mëkate sa kupa e qiellit, por do t'i themi atij, o Zoti, ne të kemi dashur ty shumë. Andaj tha dikush prej të parëve ton, edhe në qoftë se Allahu do të më fut në zjarrin e xhehenemit, do ta kisha lut Allahun që në xhehenem ma jep një mundësi, një hutbe, ku në të ta mbaj një fjalim dhe ndër të tjera do t'ju them banorëve të xhehenemit, unë përsëri e dua Allahun të madh te bareke ve teala, se Allahu me drejtsinë e tij na gjujti në zjarrin e xhehenemit. O Allah, të lutemi me emrat e bukura, cilësitë e larta, mbushi zemrat tona me dashuri për ty, ja dhe xhelali ul karam.
O Allah, të lutemi me emrat e bukura dhe cilësitë e larta, ja dhe xhelali wal ikram, bëje kenar Islami dhe muslimanët në poshtë kufrin dhe shirkun, ja dhe xhelali wal ikram. O Allah, falna ne prindërit dhe prindërit e prindërit dhe prindërit e prindërit të prindërve tan, ja dhe xhelali wal ikram, deri tek ai fundit i cili e pro Islamin në këto vende, ja dhe xhelali wal ikram. Mëshiroj të gjitha të gjenerat pas gjenerate deri para 500 viteve që e pron Islamin në këto vende që ne sot ta shqiptojmë shahadetin, ja dhe xhelali wal ikram. Bëj varret e tyre kopshte pe kopshteve të xhenetit dhe mos i bëj varret e tyre gropa pe gropave të xhenemit, ja Rabbel Alamin.